Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Sal. Pasha Kuranin e madhrueshëm që këshillon. Allahu i lartësuar na jep një përshkrim të Kuranit dhe na tregon sjelljen dhe gjendjen e idhujtarëve në lidhje me këtë libër dhe profetin që e solli atë. Ai thotë sat: Betohem me Kuranin plot këshilla. Kurani është i famshëm dhe grada e tij është shumë e lartë. Ai është këshill dhe dituri për besimtarët. Ai u mëson atyre gjithçka që kanë nevojë dhe që është e dobishme. Ata mësojnë në Kurani rreth emrave dhe cilësive të Allahut të madhëruar, rreth veprave të tij të mrekullueshme. Ata mësojnë aty rreth ligjeve të Zotit. Atje marrin dituri të sigurt rreth asaj që i pret njerëzit dhe për mënyrën se si Zoti do t'i shpërblej e ndeshkoj roberit. Kurani mëson besimtarët për çështjet e fesë së tyre dhe për dispozitat e saj, duke sjellë hollësi të shumta. Në fakt, ky është një betim për Kuranin dhe me Kuranin. Domethënë, edhe betimi, edhe subjekti i betimit janë të njëjtë. Allahu i madhruar betohet në Kurani për të na treguar madhështinë pikërisht të Kuranit. Duke qenë me këtë rëndësi të veçantë, atëherë kuptohet lehtësisht nevoja e domosdoshme e njerëzve për të. Nevoja për të ja kalon çdo gjë tjetër. Për këtë arsye, është detyrë për njerëzit që ta besojnë e pranojnë këtë libër me zemrat e tyre dhe të përkushtohet totalisht për të nxjerrë mësime nga lënda e tij. Allahu i drejtë, i gjithditur dhe i urtë i udhëzon besimtarët pikërisht për besimin e tyre të sinqertë në Kurani. Ndërsa ata të cilët e mohojnë dhe refuzojnë të marrin udhëzimin e Kuranit, me ata ndodh diçka tjetër. Por jo besimtarët janë mendjemdhenj dhe përçarës nuk e pranojnë të vërtetën. Por ata që nuk besojnë janë kryeneqe e kundërshtar të hapur. Ata kanë mendjemallësi që nuk e besojnë Kuranin. Madje, ata tregohen armiqësor dhe e luftojnë atë. Ata përpiqen të polemizojnë me kotësi për ta hedhur poshtë këtë libër. Ata luftojnë me çdo mënyrë për të shpifur për Kuranin dhe kundër atij që e solli atë nga Zoti. Por Allahu i madhruar i kërcënon, duke u kujtuar se i ndeshkoi brezat e mëpashëm, të cilët i mohuan dhe refuzuan të besonin dhe pasonin profetët e tyre. Ata të mirë, kur i përfshi dënimi, përtisnin dhe ulërisnin për ta larguar atë dënim, por me kot, sepse sa breza para tyre popullit të Mekes, ne i kemi zhdukur e ata kanë thirrë në ndihmë, por ka qenë vuan. Sa breza kemi shkatëruar ne para tyre. Në fund, ata u lutën për mëshirë e shpëtim, por nuk ishte me kohë për shpëtim. Nuk ishte me koha kur mund të shpëtonin dhe të pranojë pendimi për atë që kishin bërë. Kështu, le të kenë frikë këta kryeneq tani dhe të mos vazhdojnë me arrogancën, refuzimin e së vërtetës dhe armiqsinë ndaj saj, sepse i pretin njëjti fund. Ata janë çuditur për ardhin e një paralajmëruesi nga mesi i tyre dhe jo besimtarët kanë thënë, ky është magjistar dhe gënjeshtar. Ata u habitën që nga xhiri i tyre u erdhi një paralajmërues. Këta mohues të së vërtetë çuditën me një çështje nga e cila nuk duhet kur të çuditesh. Atyre u duket habi që u erdhi një paralajmërues nga lloji dhe mesi i tyre. Por kjo është pikërisht zgjedhja më e mirë, në mënyrë që ata të mund të marrin këshilla dhe të mësojnë prej tij. Ai u zgjodh nga mesi i tyre, që ata ta njohin mirë dhe ta pranojnë ftesën e tij dhe, nga ana tjetër, të mos shtyhen nga përkatësia farfisnore për ta refuzuar. Kështu, duke qenë ky profet nga mesi i popullit të tyre, do të ishte më e lehtë për ta pranuar dhe pasuar rrugën e tij. Kjo duhet që të nxiste tek ata ndjenjën e mirënjohjes për këtë profet të madh dhe për kushtimin për t'u nështruar dhe pasuar rrugën e tij. Por me ata ndodhi krejtësisht e kundërta, aq sa shprehën edhe çudi që tregonte mosbesim dhe një refuzim të fortë të kësaj çështjeje. Për ta refuzuar dhe fyer, ata thanë, jo besimtarët thonë, ky është magjistar e mashtrues. Po çfarë nuk u pëlqente tek ky profet, që e refuzuan kaq me forcë dhe shpifën për të se ishte magjistar dhe mashtrues. Allahu na tregon arsyet që nxjerrin këta të mirë. Ata thonë, a don ai që prej tërë perëndive të bëjë një perëndi? Me të vërtetë, kjo është një gjë e çuditshme. Apo i zëvendëson zotat me një zot e vetëm? Pe çuditë se është e mundur të na ndalojnë nga idhujt e ndërmjetësuesit tan tek Allahu. Si na urdhëron që ti përkushtohemi me sinqeritet veç adhurimit të Allahut. Pe çuditë se kjo është vërtet shumë e çuditshme. Sipas tyre, besimi dhe feja që ai propozon është diçka e çuditshme, që kursesi nuk mund të jetë saktë dhe e drejtë. Të mirët, jo vetëm që refuzuan ta pasonin ftesën e profetit, por ata me të pushteshmit dhe paria, të cilëve u dëgjoi fjala ndër popull, filluan punën me njerëzit e thjeshtë që t'i pengonin nga ftesa e profetit. Allahu i madhruar thotë: dhe paria nga mesi i tyre u larguan duke i thënë njëri tjetrit, shkoni dhe bëhuni të durueshëm pranë perëndive tuaj, me të vërtetë, kjo është një punë e madhe që dëshirohet. Paria e tyre i thanë njëri tjetrit, vazhdoni të jeni të qëndrueshëm në adhurimin e zotave tuaj. Ata filluan të nxisin popullin që t'i përmbaheshin idhujtarisë dhe traditës së të parëve të tyre, duke u thënë, vazhdoni të jeni të qëndrueshëm në adhurimin e zotave tuaj.
Me hunit të qëndrueshëm dhe të patundur në këtë rrugë, madje mbrojeni me lufte me veten tuaj. Shpenzoni të gjitha energjitë dhe bëni durim në adhurimet që u përkushtoni idhujve tuaj dhe kur mos lejoni njeri që t'ju pengojë e largojnë nga kjo rrugë. Sepse kjo, largimi nga feja e të parëve tuaj është një gjë e kujdisur. Kundër jush, kjo fe që po sjell Muhamedi është një plan vogurzi dhe me qëllime jo të mira. Ky lloj arsyetimi nuk mund të pranohet nga të mençurit që kanë sy të shohin dhe zemër që të gjykojnë drejt. Ai mund mashtrojë vetëm me ndjeletët për të gjykuar për saktësinë e vërtetësinë e thirrjes së dikujt nuk mjafton që të nisesh nga një jetë e tij, duke thënë se ka një jetë të keq. Veprimet dhe qëllimi i dikujt janë çështjet e tij dhe për ta hedhur poshtë do të duhet të sjellësh argumente të forta, të drejta dhe të vërteta. Qëllimi i shpifjeve të tyre ishte që të binin popullin se Muhamedi Asa kishte qëllim që të ishte prijes dhe jo se idhujtaria është e gabuar. Sipas tyre, profeti Asa thjesht dëshironte që populli të nënshtrohej ndaj tij. Këtë nuk e kemi dëgjuar në fenë e mëparshme. Ky është vetëm një trillim. Ne kur nuk kemi dëgjuar për diçka të tillë. Monotizëm nga njerëzit këto kohët e fundit. Kjo nuk është gjë tjetër, veç një trillim. Kuptimi, këtë lloj feje nuk e kemi dëgjuar askund dhe as nga eteri tanë. Për këtë arsye, mbahuni fort pas asaj që kanë lënë eteri tanë, sepse ajo është e vërteta. Kjo fe është thjesht një trillim i mendjes së tij, është një mashtrim dashakeqës. Por edhe ky arsyetim është shumë i dobët dhe jo i drejtë. Është tërësisht e padrejtë që të refuzosh fjalën e tjetrit vetëm e vetëm se bie ndesh me mendimin tënd, pa ofruar asnjë argument vërtetues të këtij qëndrimi. Cili është arsyetimi se ajo tezë është e papranueshme? Pastaj vjen një tjetër arsyetim i tyre për të refuzuar profetin e Zotit. Ata thonë: "Vallë, nga mesi ynë atij t'i dërgohet Kurani." Për çuditse por, ata dyshojnë në këshillën time, me që ende nuk e kanë shijuar dënimin tim. Vallë, ky është ai që u zgjon nga mesi ynë për t'i u dërguar mesazhi. Çfarë ka ai më shumë se ne, që Allahu ta dalloj me të zevojnë edhe ti sjell shpalje, siç pretendon. Edhe ky ishte një argument i pasakt. Ai nuk përmban asnjë arsye të logjikshme që mund të hedhë poshtë ftesën e profetit A.S. Për njësimin e Allahut, të gjithë profetët kanë qenë njerëz, si gjithë njerëzit e tjerë, domethënë që kjo cilësi nuk ishte vetëm e Muhamedit A.S. Është Allahu ai që e dallon këtë dëshiroi duke e bërë profete duke i shpallur libër të ndritur, që ai të ftoi njerëzit në monotizëm. Duke qenë se të gjitha arsyet që ata sollën për të refuzuar të vërtetën nuk mund të shërbejnë kursesi si argument ku mund të mbështetesh, Allahu i Madhëruar na tregon se ku e kanë burimin ato. Ai thotë, ata janë në dyshim për mesazhin tim. Ata nuk kanë asnjë dituri dhe argument të qartë ku të mbështeten. Ata kanë vetëm dyshime dhe kënaqen me këtë gjendje. Ku erdhi e vërteta e qartë, ata ishin të vendosur që nuk do ta pranonin për të qëndruar në atë gjendje dyshimi. Për këtë arsye, ata bëjnë arsyetime boshe e kontradiktore pa patur asnjë argument. Dhe dihet mirë për të tillë njerëz që flasin të shtyrë nga inati, pasiguria dhe dyshimet e pabaza, se atyre nuk u pranohet fjala, madje fjalët e tyre nuk ndikojnë as pak në të vërtetën. Ata thjesht ngarkojnë veten e tyre me gjinoa dhe e bëjnë të meritueshëm dënimin e Zotit. Për këtë arsye, i Madhëruari kërcënon ata, duke thënë, nuk e kanë shijuar ende dënimin tim. Ata i thonë ato fjalë dhe marrin guximin të trillojnë kundër të vërtetës, sepse ende janë në dynja dhe akoma nuk i ka kapur dënimi i Zotit. Po nëse do të shihnin këtë ndeshkim, nuk do të merrnin guximin për të tilla shpifje trillime. Vallë, ata janë thesarë të mëshirës së Zotit tënd të plotfuqishëm dhe dhurues. Apo mos i kanë ata vallë thesarët e mëshirës së Zotit tënd, gallënimtarit, dhuruesit të gjitha mirësive. Mos, vallë, i kanë ata në dorë depot e mëshirës së Zotit tënd, gallënimtarit, dhuruesit të gjitha mirësive, dhe kështu mund t'i japin atij që duan dhe të privojnë atë që ata duan. Këta mendjilet, ndër fjalët boshe që guxuan të thoshin për të refuzuar profetin, ishin dhe: "Vallë, ky është ai që u zgjon nga mesi ynë për t'i u dërguar mesazhi." Kjo është mirësia e Allahut, që ai ja jep atij që dëshiron me mëshirën dhe bujarinë e tij. Nuk u takon atyre të vendosin se kujt ia jep Zoti profetësinë dhe çdo mirësi tjetër. Apo i tyre është pushteti i qiellit dhe tokës dhe çka në mes tyre? Le të ngjitin atëherë me mjetën e qiell. Apo mos e kanë ata vallë pushtetin e qiellit dhe të tokës dhe çka ndërmjet tyre? Mos, vallë, kanë ndonjë pushtet në qiell dhe në tokë, dhe kjo u mundson që të arrijnë gjithçka që dëshirojnë. Pikë çudit se le të përpiqen atëherë me çdo rrugë e mjet, e të sundojnë. Le të ngrihen në qiell dhe le ta presin e shërpusin në shirën që Allahu i dhuroi profetit e tij. Atëherë, si është e mundur që të flasin e të trillojnë fjalë të tilla kur ata janë krijesat më të dobëta? E vërteta është se ata thonë të tilla fjalë që të grumbullojnë pas vetes sa më shumë pasues, që të mbështesin kocsinë e tyre dhe të luftojnë të vërtetë. Ky është realiteti.
por edhe ky qëllim nuk ka për të përmbushur dhe përpjekjet e tyre do të dështojnë. Pushtria e tyre do të pështrohet dhe mposhtet, siç thuhet më pas, edhe ata janë një ushtri e mposhtur, si të gjitha ushtritë e tjera. Të luftuan kundër së vërtetës. Ata jo besimtarët, Kureshit janë një ushtri e vogël e përbërë nga grupet, të cilat do të shpartallohen atë. U tefsiru sure Sad, ajet 10. Edhe para tyre kanë përgënjeshtruar populli i Nuhut, edhe Adi dhe Faraoni, pronari i godinave madhështore. Në vijim, Allahu i lartësuar i kërcënon ata se do t'i ndishkojë ashtu siç bëri me popujt e shkuar, të cilët ishin edhe më të fuqishëm dhe me ushtrime të mëdha të shumta se këto që u shtuan rreth të kotës, në mbështetjet e saj. Para tyre mohuan populli i Nuhut, Ajadit populli i Nuhut dhe populli i Adit, domethënë populli i profetit Hud dhe Faraoni me ushtrinë e tij. Edhe Themudët, edhe Faraoni me ushtri shumta e madhështore. Edhe Themudi, populli i profetit Salih dhe populli i Lutit dhe banorët e Ekes. Edhe populli i Lutit dhe banorët e Ekes, atij vendi me kopshte e pyet të dëndura, me deve të ndërthuruara me njëra tjetrën. Ky ishte populli i profetit Shuaib. Ato ishin grupet e mëdha. Mosesh. Të gjitha këto ushtri u bashkuan me të gjithë fuqinë e arsenalin e tyre për të hedhur poshtë të vërtetën, por kjo nuk u solli asnjë të mirë dhe nuk arritën asnjë qëllim. Ata nuk u mbrojtën dot nga dënimi i Allahut. Edhe Themudia dhe populli i Lutit edhe banorët e Eketit, këta janë aleatë grupe. U tefsiru sure Sad, ajet 12. Të gjithë këta i kanë konsideruar pejgamberët gënjeshtar, andaj u realizua dënimi im. Të gjithë ata i mohuan të dërguarit, prandaj e bën hap dënimin tim. Të gjithë këta i mohuan profetët, prandaj ju bëj merituar dënimi. A nuk mendojnë këta të sotmit dhe të kenë frikë? Çfarë i bën këta të jenë të sigurt që nuk do t'i rëmbejë edhe këta dënimi njëjtë me popujt e shkuar? Çfarë presin të ndodh? Këta presin vetëm një zë të madh që nuk përsëritet. Edhe këta nuk janë duke pritur gjë tjetër veçse një ushtim të vetme që nuk ka nevojë për të dytë, për t'i shkatëruar. Nëse vjen dëshkimi, askush nuk ka mundësi të kthejë pas apo ta ndalojë atë. Ai ka për t'i shkatëruar dhe shfaros nëse ata vazhdojnë atë që po bëjnë. Dhe ata përçeshësit thonë, o Zoti ynë, shpejtona pjesën tonë të dënimit para ditës së llogarisë. Dhe ata, jo besimtarët thanë, o Zoti ynë, përshpejtoje pjesën tonë të dënimit përpara ditës së gjykimit. Këto janë fjalët e mendjeletëve, të cilët e mohojnë të vërtetën e të cilët i thanë ato nga inati, armiqësia dhe urrejtja kundër të vërtetës. Duke treguar se nuk e besojnë dëshkimin që u kërcënohet, ata thanë, o Zoti ynë, përshpejtoje pjesën tonë të dënimit para ditës së gjykimit. Atë dënim që ke vendosur të na japësh, na e përshpejto dhe na jep që në këtë dynja, para ditës së llogarisë. Nuk ka pse të presësh deri në ditën e gjykimit për të na dhënë atë dënim. Kështu, ata e kthyen polemikën deri në atë pikë, sa duke sikur thoshin, o Muhamet, nëse je vërtet në atë që thua, atëherë shenja e vërtetësisë le të jetë që të na japësh dënimin që tani në këtë dynja. Por Allahu i madhëruar e porosit profetin e tij për durim duke i thënë: Perëndia ka urdhëruar, duro Muhamedi për atë që thon ata dhe kujtoje robin ton Daudin, e fuqishëm, ai me të vërtetë i është drejtuar Zotit. Por ti bëj durim ndaj çfarë thon ata dhe kujto robin ton Daudin, të fuqishmin. Në fenë e trup, bëj durim ashtu sikur se bën durim edhe profetët para teje. Dije se fjalët e tyre nuk e dëmtojnë as pak të vërtetën dhe as ty. Ata dëmtojnë veç vetveten. Pasi e urdhëroi profetin e tij që të bënte durim përballë këtë shtrajtimin nga populli i tij. Allahu i madhëruar e urdhëron që të jeti durueshëm nëpërmjet adhurimit të Allahut si një dhe i vetëm dhe të kujtojë gjendjen e adhuruesve të sinqertë të Zotit, siç thotë edhe në ajetin tjetër, prandaj ti bëj durueshëm ndaj asaj që thon ata, dhe lavdëroje dhe falenderoje Zotin tënd para se të lindë dielli dhe para se të perëndojë, edhe në orët e natës dhe në skajt e ditës, që të mund të gjesh kënaqësi. Dhe mos i amgullsy të bukurisë e kësaj jete me të cilën i bëm të kënaqën disa prej tyre jo besimtar, për t'i sprovuar me të. Shpërbimi i Zotit tënd është më i mirë dhe është i përjetshëm. Urdhëroje familjen tënde që të falë namaz dhe je qëndrueshëm në këtë. Ne nuk kërkojmë prej te ndonjë furnizim as për ty, as për familjen tënde. Ne të furnizojmë ty dhe ata. Përfundimi i mirë vjen nga devotshmëria. Taha 132. Kjo do të thotë që adhurimet e shumta të ndihmojnë të jesh i durueshëm dhe të përballosh peshën e rëndë të përgjegjësive dhe sfidave. Ndër adhuruesit më të mëdhenj ishte edhe profeti Daud as, të cilën Allahu e përshkruan duke thënë: Kujto robin ton, Davudin, të fuqishmin në fenë e trup. Ai ishte shumë i fortë dhe i gjallë në adhurimet që i përkushtonte Allahut me trupin dhe zemrën e tij. Ai gjithmonë kthehej tek Allahu me pendim të sinqertë e bindje të plotë. Ai kthehej gjithmonë tek Zoti me pendim të sinqertë dhe të vërtetë. Për të gjitha çështjet e tij, ai mbështetej Allahut duke i kërkuar gjithmonë ndihmë.
Ai i kthehej Zotit duke i shprehur dashurinë e madhe, adhurimet e sinqerta, frikën dhe respektin për të, por edhe shpresën e madhe tek ai. Gjithmonë në shihet e përulur kur i përgjërohej Zotit. Ai kthehej tek Zoti i vet sa herë që bënte ndonjë gabim, duke u larguar me nxitën prej gabimit. Na ea kemi nështruar bjeshkët që bashkë me të ti lutëm Perëndis në mbrëmje dhe në mëngjes. Ne bëmë që edhe malet së bashku me të. Daudin të bënin të sbih. Lavdërime për Allahun në mbrëmje në mëngjes. Atë që përkushtuar ishte në adhurim, sa që Allahu i lartësuar i nështroj edhe malet që të bënin të sbih së bashku me Daudin. Si dhe zogjet e tubuar, të gjitha i drejtoheshin ati i luteshin e te. Edhe shpendet mblidheshin tufër dhe të gjithë së bashku me të. Daudin i drejtoheshin Allahut, me lavdërime e madhërime. Po kështu, janë e shtroja dhe zogjet që të grumbulloheshin me të dhe të gjithë së bashku adhuronin Zotin, duke ju përgjigjur fjalës së tij. I lartësuari thot në një ajet tjetër, ne i dham Davudit një dhuntit e madhe nga ana jon, o male dhe shpend. Thuni lavde për Allahun së bashku me të me Daudin. Se be edhe jete. Këto ishin disa nga mirësitë që Allahu i kishte dhënë atij në lidhje me adhurimet ndaj tij. Pastaj Allahu i madhruar përmend mirësitë që i bëri, duke i dhuruar pushtet dhe mbretërim të madh. Dhe ne ja kemi forcuar pushtetin e tij dhe i kemi dhënë mençuri dhe dijeni për të gjykuar. Ne e forcuam sundimin e tij dhe i dham urtësinë dhe drejtësinë e gjykim. E fuqizuam atë me mjete, ushtri dhe mbështetës. Kështu e fuqizoi Zoti mbretërimin e tij. Pasi na tregoi për mirësinë e ditorisë që i dhuroi, ai thotë, i dham urtësinë dhe drejtësinë e gjykim. Urtësia që është përmendur këtu është profecia dhe ditoria e madhe. Ndërsa në lidhje me drejtësinë e gjykim, këtu bëhet fjalë për gjykimin me urtësi e drejtësi mes njerëzve dhe zgjidhja me mençuri e mosmarrveshjeve të tyre. Atë ka ardhur t'y lajmi për kundërshtarët kur hypën në tempullin e tij fetar. Daudi ishte i njohur për urtësinë dhe gjykimin e tij të drejtë, prandaj njerëzit e kërkonin gjykimin e tij. Në vijim, Allahu na tregon për dy palë kundërshtare që kërkuan gjykimin e tij. Një çështje kjo që u besprov dhe mesin për Daudin, për shkak të një gabimi që bëri gjatë gjykimit. Por Allahu i madhruar ja pranoi pendimin dhe e fali atë. Sidoqoftë, Zoti e bëri që Daudi të gjykojë në këtë çështje dhe ja tregon këtë histori profetit të tij të dashur, Muhamedit a.s. Ai thot, atë ka mbërritur historia e dy kundërshtarëve? Ja, ata u ngjitën fshehurazin në dhomën e tij. Daudet e lutjeve. Kur ata hyn tek Daudi, ai u frikësua prej tyre. Por ata i thanë, mos ki frikë. Ata nuk hyn nga porta dhe për këtë arsye e befasuan Daudin, madje ai u trem prej tyre. Por ata i thanë, ne jemi dy palë kundërshtare, që kërkojnë gjykimin tënd për drejtësi, ndaj mos u trem. Ne jemi dy palë kundërshtare. Njeri, nga ne i ka bërë pa drejtësi tjetrit. Ne po të parashtrojnë ty një çështje pa drejtëse që të gjykosh mes nesh. Prandaj të gjyko mes nesh me drejtësi e mos devio. Nga e drejta. Gjyko mes nesh me drejtësi dhe mos mbaj anën e askujt. Dhe na udhëzo në rrugë të drejtë. Nga kjo kuptojmë se të dyja palët po kërkonin të vërtetën e qartë, pa asnjë devijim. Duke qenë se ata po të kërkonin gjykimin e drejtë, nga kjo mund të kuptohet se ata do ta tregonin versionin e tyre saktësisht, pa shtrembërime. Vereni me kujdes, kur thonë, gjyko mes nesh me drejtësi e mos devijo nga e drejta. Në fakt, të tilla fjalë mund ta nervozojnë një gjykatës. Por Daudia se nuk u zemërua dhe as nuk i qortoi për vrasësinë e tyre. Njëri prej tyre tha, kur hynte Daudi, ai u frikësua prej tyre. Ata thanë, mos u frikëso, na jeni dy kundërshtar, që njerit, tjetrit i ka bërë pa drejtësi, prandaj gjyko mes nesh, me të drejtë, dhe mos u shmanu prej se vërtetës, po na udhëzo në rrugë të drejtë. U tefsiru sure Sad, ajet 21. Me të vërtetë, ky është vella Mikijim. Ai ka 99 dele, kurse unë kam vetëm një dele, andaj me tha, ma jep ti mua atë, dhe ai në bisedë polemik me mundi. Ky burr është vëllai im. Fillimisht tregoi se kundërshtari i tij ishte për të si vëlla, pra, vëlla në fe, besim, në gjak ose ndoshta për shoqërinë e ngushtë që kishin. Kjo nënkupton që mes tyre nuk duhet të ketë padrejtësi dhe ligësi. Nëse do të ndodhte ndonjë padrejtësi mes dy njerëzve të tillë, kjo do të ishte një ligësi më e madhe se sa në ndonjë rast tjetër. Për këtë arsye, ai filloi të shpjegonte mosmarrveshjen, ai ka 99 dele, ndërsa unë kam vetëm një. Ai ka 90 në agje pra, gra. Kjo ishte mirësi e madhe që duhet të bënte atë të ishte i kënaqur me atë që i pati dhënë Allah. Ai më thot, ma jep mua atë, dhe më mundi me fjalë. Dhe ai kërkoi të ma marrë mua atë. Ai më tha, ma jep mua atë. Pra, ma lër mua atë nën kujdesin tim. Pastaj tha, më mundi me fjalë. Pra, vazhdoi ta kërkonte atë me ngun prej meje dhe gati ma mori atë. Laudja së e dëgjoi dhe duke u nisur nga fjalët e tyre të mëpashme, të cilat e jepnin të kuptoje se ata thoshin të vërtetën, gjykoi se nuk kishte nevojë të dëgjonte edhe palën tjetër.
Kështu, askush nuk mund të thotë se Daudi gaboi sepse nuk dëgjoi edhe palën tjetër para se të jepte gjykimin. Atëherë, pasi dëgjoi me kujdes çështjen, tha, fjala në aqen në arabisht do me thëndele. Po kështu quhet edhe një nga llojet e lopëve të egra. Kjo fjalë nuk kupton edhe gratë, gjithashtu. Daudi tha, me të vërtetë, ai të ka bërë padrejti që të ka kërkuar delën tënde, që ta bashkoj me delet e veta. Dhe, me të vërtetë, shumë bashkëpronari bëjnë padrejtësi njëri tjetrit, pos atyre që besojnë dhe bëjnë punë të mira, por ata janë pak. Daudi e kuptoi se na, me të vërtetë, e kemi sprovuar atë, prandaj ka kërkuar falje nga Zoti i vet dhe u përull, duke rënë për dhe duke u penduar. Daudi tha, ai është treguar i padrejt me ty duke të kërkuar delën tënde, të vetme ta bashkoj me tufën e deleve të veta. Është e vërtetë, shumë prej ortakëve i bëjnë padrejtësi njëri tjetrit, por nuk veprojnë kështu ata që kanë besuar dhe bëjnë veprat e mira. Por, sa të pakët janë ata. Kështu bëjnë zakonisht ortakët në çështje të ndryshme, shumë ortakë i bëjnë padrejtësi njëri tjetrit, sepse padrejtësia është pjesë e shpirtrave të njerëzve. Por pastaj tha, por nuk veprojnë kështu ata që kanë besuar dhe bëjnë veprat e mira, sepse ata kanë iman të sinqert në shpirt, që i bën të kryejnë punë të mira dhe që i largon nga padrejtësia. Megjithatë, Allahu i lartësuar thot, por sa të pakët janë ata që janë të drejtë dhe bëjnë punë të mira, sipas besimit të drejtë janë të pakët, sikurse thot në ajet tjetër, pak nga robërit e mia mirënjohës. Sebet 13. Dhe Daudi e kuptoi se ne e vumë në provat. Prandaj kërkoi falje Zotit të vet, u përkull. Pra nëse gjë dhe u kthye. Tek Allahu i penduar. Daudi mendoi se Zoti e sprovoi kur e ngarkoi që të gjykonte ata të dy, që ai të mësonte dhe të ishte i kujdesshëm në gjykim. Për këtë arsye, ai kërkoi falje Zotit të vet për atë gjykim. Pastaj, u përull dhe u kthye, pra nëse gjë dhe ju kthye Zotit të tij me pendim dhe adhurime të shumta. Pastaj, ne këtë ja falëm atij, a ati të na, ka një pozitë të veçantë dhe një kthim të mirë në jetën tjetër. Ne ja falëm atë, babim, Zoti ja fali atë që bëri dhe e nderoi me shumë të mira. Ai thot, dhe ai është tek ne nga më të afruarit dhe ka një fund. E shpërblim të mirë, ka një gradë të lartë dhe afërsi tek ne. Gjithashtu, ai do të ketë një përfundim të mirë, një vend të mirë, kur të kthehet tek ne. Për sa i përket gabimit që bëri Daudia, se Allahu i madhruar nuk na i ka treguar, sepse është e panevojshme. Kësaj, çdo përpjekje për të gjetur çfarë gabimi ishte, është e tepruar dhe e pavend. Dobia nga kjo histori është ajo që Allahu i madhruar na tregoi, siç ishte mirësia që i dhuroi Daudit se kur i mundsoi që të pendohej dhe që ja pranoi pendimin dhe kërkimin e faljes. Ai ja ngriti pozitën Daudit, saqë pas pendimit, ai u bë më i mirë dhe më i nderuar se sa para gabimit. O Daud, ne të kemi bërë sundimtar në tokë, prandaj gjyku ndërmjet njerëzve me të drejtë dhe mos shko pas pasionit tënd, se ai pasioni të largon nga rruga e Perëndisë. Me të vërtetë, për ata që largohen nga rruga e Perëndisë, ka dënim të ashpër, nga se e kanë harruar ditën e llogarisë. A Daud, ne të kemi bërë sundimtar në tokë, që të gjykosh me drejtësi çështjet fetare dhe çështjet e zakonshme të dinjas. Prandaj, gjyku me drejtësi mes njerëzve, gjyku mes tyre me drejtësi dhe barazi. Kjo është e mundur vetëm nëpërmjet diturisë së domosdoshme fetare, diturisë rreth realitetit dhe duke pasur fuqi për ta nxjerrë në pa të vërtetën dhe për ta vënë në vend atë dhe mos u shko pas dëshirave. Të padrejta e kështu të devijosh prej rrugës së Allahut. Kur mos e pasoj epshin, që ai të bëj që të anosh padrejtësish nga afërmi, miku apo i dashuri, ose të ndikohesh nga urrejtja për tjetrin, sepse kështu do të devijosh prej rrugës së Allahut, që është rruga e drejtë. Ata që largohen nga rruga e Allahut i pret një dënim i rënd për shkak se harrojnë ditën e llogarisë. Ky është shkaku që njerëzit bien në gjina dhe i largohen të drejtës, sepse nëse do ta kujtonin vazhdimisht ditën e llogarisë, frika do t'u mbushte zemrën dhe kur nuk do të anonin nga dëshira devijuese. Ne nuk e kemi krijuar kot qiellin dhe tokën dhe atë që është në mes tyre. Ashtu kot mendojnë jobesimtarët. E mire për jobesimtarët kur do të hyjnë në zjarr. Allahu i madhruar na njofton për urtësinë e tij të madhe në krijimin e qiejve dhe të tokës dhe për faktin se ai nuk i krijoi ato pa qëllim e pa dobi. Ne nuk e krijuam qiellin dhe tokën dhe çka mes tyre pa qëllim. Shkel e shko. Kështu mendojnë ata që nuk besojnë. Këta e mojnë Zotin e tyre dhe mendojnë rreth tij gjëra që nuk i shkojnë madhështisë së tij. Mirë ata që nuk besojnë, nga zjarri që i pret. Zjarri ka për t'u treguar të vërtetën atyre. Nxehtësia e tij do të hyjë në çdo skut të shpirtit të tyre. Allahu i lartësuar i krijoi qiellin dhe tokën me të vërtetën dhe për të vërtetën. Ai krijoi ato që njerëzit të mund të njohin diturinë e tij të plotë, pushtetin e tij të gjerë dhe të besojnë se ai është i vetmi që meriton adhurimet dhe askush tjetër veç tij.
Të gjithë përveç tij janë krijesa dhe nuk mund të krijojnë asnjë thërmi në qiell dhe në tokë. Allahu i krijoi që njerëzit ta dinë se ai që i krijoi është i plotfuqishëm që t'i ringjallë dhe ai do të bëjë ndarje mes atyre që pasojnë të mirën dhe atyre që zhyten në ligësi dhe mosbesim. Të mos mendojnë ignorantët që nuk e njohin urtësinë e Allahut, se ai do t'i trajtojë një lloj në gjykimin e tij të mirët dhe të këqijt, siç thot më pas. A do të sillemi me ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira si me turbulluesit në tokë, apo vallë do të sillemi me njerëzit e mirë si me njerëzit e këqij? Vallë, mos do t'i bëjmë një lloj ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira me ata që bëjnë shkatërime në tokë, apo do t'i konsiderojmë njësoj si të devotshmit dhe ata që janë gjinaqarë. Pikëshudit se kjo bie ndesh me urtësinë dhe gjykimin e drejtë të Allahut. Ky është një libër Kurani që ta kemi zbritur ty, libër i bekuar, për t'i studiuar dokumentet e tij dhe për t'u këshilluar mendimtarët me të. Ky është një libër plot bekime, në të ka mirësi dhe bekime të shumta, si edhe detyrit e pafund. Në Kurani qartësohet udhëzimi në rrugën e drejtë dhe paralajmërohen njerëzit që të ruhen nga çdo rrugë e humbjes. Atje na tregohen të gjitha sëmundjet tona dhe mënyra si të shërohemi. Ai është dritë me të cilën robi ndriçohet mes errësirave. Atje shtjellohet çdo gjykim për të cilin ka nevojë të përgjigjemi ligjërisht. Për çdo çështje, atje do të gjesh argumentet më të plota dhe shtëruese dhe për çdo synim me qëllim të lartë do të gjesh udhëzimet më të qarta. Për këtë arsye, ai është libri më madhështor që ka ardhur në botë, që kur Zoti e krijoi atë. Këtë libër të beqashëm me plot mirësi, Allahu e zbriti që ne të meditojmë për argumentet dhe ajetet e tij. Ai thotë, ne ta zbritëm ty atë, që ata të meditojnë në argumentet e tij. Kjo është urtësia e zbritjes së këtij libri, që njerëzit të meditojnë në ajetet e tij, dhe kështu të nxjerrin prej tyre ditërinësi dhe të meditojnë rreth të fshehtave dhe urtësive të tij të shumta. Nëse do të meditojnë gjatë, kanë për të përfituar shumë nga mirësitë e tij të pafundme. Ky ajet është një nxitje për të medituar rreth Kuranit, që konsiderohet nga punët më të mira. Një lexim i ngadaltë, duke medituar gjatë në ajetet e librit është shumë më i mirë se sa një lexim i shpejtë, që nuk shoqërohet me meditime me të kuptuarit dhe që të marrin mësim njerëzit që kuptojnë. Domethënë, ata të cilët kanë logjikë të pastër dhe të shëndetshme. Duke medituar, ata do të mund të mësojnë e kujtojnë vazhdimisht nga ky libër atë që u sjell dobi. Ky ajet tregon se përfitimi nga Kurani është i lidhur ngushtë me logjikën, urtësinë dhe mençurinë e besimtarit. Nëse njeriu përfiton shumë nga Kurani, kjo tregon për mençurinë dhe mendjen e tij të shëndosh. Ne, Daudit, i kemi dhuruar Sulejmanin. Ai është robi i mrekullueshëm. Ai, me të vërtetë, i është drejtuar shumë Zotit. Pasi lëvdoi Daudin, duke përmendur mirësitë e shumta që i dhuroi atij, Allahu i madhëruar lëvdon edhe djalin e Daudit, Sulejmanin asë, duke thënë, ne i dhuruam Daudit. Një djalë, Sulejmanin, rob shumë i mirë dhe i kthyer te Zoti. E begatuan Daudin, duke i dhuruar Sulejmanin, duke i kënaqur kështu syrin dhe zemrën e tij. Sa i mirë ishte Sulejmani. Allahu e përshkroi atë me cilësi të lëvdueshme, duke thënë, rob shumë i mirë dhe i kthyer te Zoti. Ai kthehej vazhdimisht tek Zoti në çdo gjendje, me adhurime të shumta, pendime për unjësi, duke i shprehur dashurinë e madhe, duke e lavdëruar shumë Zotin dhe duke i përgjëruar atij me lutje. Ai përpiqej shumë që të kënaqë Allahun e lartësuar dhe i jepte atij përparësi mbi gjithçka. Kujtoje kur atij Sulejmanit, një pasdite ju paraqiten atëllarët ku ai të dalluar. Ja, një pasdite u prun para tij ku ai të rracës më të mirë e shumë të shpejtë. Ata ishin kuaj shumë të shpejt nga më të mirët. Zoti përshkruan si me pamje të bukur kur qëndronin me njërin këmbë lart. Në mënyrë të veçantë, ata ju bënin përshtypje atyre që kishin nevojë për kuaj të stërvitur dhe të shpejt lufte më shumë se të tjerët, siç ishin mbretërit. Kështu, Sulejmani vazhdoi të sëdiste me vëmendje, derisa dielli perëndoi dhe ai harroi të falte namazin e pasdites dhe të përmendte Zotin. Atëherë, duke shprehur keqardhjen e madhe këtë harres dhe duke kërkuar të afrohet tek Allahu me pendese, Sulejmani tha: Ai tha, unë shfaqa dashuri me të madhe ndaj pasurisë kuajve se sa lutjes ndaj Zotit tim. Ata defiluan para tij derisa humbën mas bëshkes. Ai tha, për shkak të pasionit për kuajt, unë harrova të përmend Zotin tim, derisa dielli u fshi dhe perëndoi. Kuptimi, unë i dash përparësi dashurisë për pasurinë, që në këtë rast ishin kuajt, dhe kjo më bëri që të harroja të përmendja Zotin tim, derisa dielli perëndoi. Ai tha, mi ktheni ata, e pastaj nisi t'i prekë me shpatë këmbët dhe qafat e tyre. Mi ktheni ata, kuajt. Atëherë filloi t'u mëshoj këmbëve e qafave të tyre. Ai i goditi me shpatën e qafë dhe në këmbët e tyre. Pra, i bëri kurban. Disa thonë se thjesht i fërkoi dhe përktheli ata. Ne, me të vërtetë, e sprovuam Sulejmanin dhe hodhëm mbi fronin e tij një trup, dhe pastaj Sulejmani ju drejtua Zotit.
Ne e sprovuam Sulejmanin, Allahu i madhruar e sprovoi Sulejmanin, duke bërë që ta vërzonin nga froni i mbretërimit për shkak të një gabimi, siç ndodh me njerëzit dhe natyrën e dobët njerëzore, dhe bëm që në fronin e tij të ulet një shejtan. Vendin e tij në fronin e mbretërimit e zuri një shejtan, por me caktimin e Zotit, si sprovë për Sulejmanin. Pastaj ai u kthye. Nga ne me pendim e për kushtim. Sulejmani u pendua dhe kthye tek Zoti. Ai tha, o Zoti im, të më falësh dhe më dhuro një pushtet çfarë nuk do ta ketë askush pas meje. Me të vërtetë, ti je dhuruesi i madh. Tha, o Zoti im, me fal dhe më dhuro një sundim që të mos e ketë askush tjetër pas meje. Me të vërtetë, ti je dhuruesi më i madh. Ne i anështruam erën që të frynte lehtë me urët e tij nga të dëshironte ai. Ne i anështruam edhe shejtanët, të gjitha llojet të ndërtuesve dhe të zhytesve, edhe të tjerë. Shejtan të lidhur në pranga. Allahu ju përgjigj dhe e fali atë duke ja kthyer mbretërimin, madje i dha një pushtet që askujt para dhe pas tij nuk i pati dhënë. Allahu i anështroi edhe shejtanët, të cilët bënin punë të vështira, ndërtonin çfarë ai dëshironte, zhyteshin në thellësit e detit dhe nxjerrin për Sulejmanin diamante, smeralde dhe rubin. Çdo njerin që nuk i binde, Sulejmani e lidhte me zinxhir dhe e burgoste. Me gjithë këtë mirësi që i dhuroi, tha: pastaj ne i anështruam erën e butë, e cila fry me vullnetin e tij, ande ka donaj. Utërsiu Sure Sad, ajet 35, dhe djajt të gjithë ndërtuesit e zhytësit në ujë. Utërsiu Sure Sad, ajet 35, dhe të lidhur në pranga. Utërsiu Sure Sad, ajet 35. Kjo është dhurata jon, prandaj ti dhuroja o Sulejman kujt të duash ose mos u jep, pa kurfar llogarie për këtë. Këto janë të mirat tona për ti, dhe ti jep prej pasurisë ose mos jep, prej saj se për këtë nuk do të kesh asnjë përgjegjësi. Kënaqu me këtë mirësi dhe jepi kujt të dëshirosh ose priu këtë të dëshirosh, se për këtë nuk do të kesh asnjë përgjegjësi, pra nuk ke asnjë detyrim me ngarkesë. Gjithçka është në dëshirën tënde. Kështu e nderoi Zoti Sulejmanin, sepse ai e njihte mirë drejtsinë e Sulejmanit dhe gjykimin e tij të urtë. Askush të mos mendoj se kjo mirësi ju dha Sulejmanit që të kënaqej vetëm në këtë botë. Madje, në ahiret atij do t'i jepen shumë tepër mirësi. Për këtë arsye, Zoti thotë: me të vërtetë, ai te na ka një pozitë të veçantë dhe një kthim të mirë në jetën tjetër. Dhe ai është tek ne nga më të afruarit dhe ka një fund, e shpërblim të mirë. Në ahiret, ai është nga më të afruarit tek Allahu, i nderuar dhe me shpërblime të shumta. Me poshtë janë disa dobi që menduan të nxjerrim nga historia e Daudit dhe Sulejmanit. 1. Allahu i madhruar i tregoi Muhamedit së disa histori të popujve të shkuar, me qëllim që të fuqizonte zemrën e tij dhe ta bënte të durueshëm dhe të qetë. Ai i tregoi për adhurimet e profetëve të shkuar, për durimin e tyre të madh, si dhe këmbënguljen në rrugën e Zotit. Ai i tregoi gjithashtu se ata i ktheheshin Zotit me adhurime e përkushtime të shumta. Kjo bë që Muhamedi atë të nxitej dhe të garonte me ata të zgjedhur, me dëshirën për ta kënaqur Allahun e madhruar. Kështu, ai do të punonte më shumë që t'i afrohej Zotit me adhurime, ashtu si ata, madje edhe më mirë se ata. Ai të bëhej më i qëndrueshëm dhe durimtar përballë mendimeve që i jepte popullivet. Për këtë arsye, kur Allahu e këshillon profetin që të bënte durim përballë mendimeve të popullit të tij, i thotë që të kujtojë historinë e Daudit për t'i bëjë durim ndaj asaj, që ata thonë dhe kujto robën ton, Daudin, të fuqishëm në fenë e trup. Pikçuditësa ai gjithmonë kthehej tek Allahu me pendim të sinqertë e bindje të plot. Kështu, ai do të gjente ngushëllim dhe qetësi, mendimin e sigurt të Zotit. Allahu i madhruar e lëvdon Daudin me dy cilësi të bukura, fuqinë trupore dhe shpirtërore, për kushimin e bindjes ndaj tij dhe adhurime. Një njeri me fuqi trupore dhe shpirtërore kryen adhurime të mrekullueshme dhe përmbosh urrëresat e Allahut shumë më mirë se një njeri i dobët dhe i pafuqishëm. Njeriu duhet të marrë çdo mas dhe të ndjekë çdo rrugë për të përmbushur urrëresat e Zotit. Ai nuk duhet të dorëzohet progreshtisë, dembelizmit, indiferentizmit e pafuqisë. Ai duhet të jetë i gjallë, optimist, plot vullnet dhe ambicie për të arritur qëllimin final, adhurimin e Zotit dhe kënaqësinë e tij. Ai duhet të marrë masat për t'i prerë rrugën çdo gjë që e dobëson dhe e progreshton, çdo gjë që e ngadalson nga synimet e tij. 3. Kthimi tek Zoti në çdo çështje, duke i kërkuar ndihmë me adhurime e mbështetje të plotë, është nga cilësitë më të mrekullueshme dhe përshkrimi i saktë i profetëve e traditës së tyre. Allahu i madhruar lëvdoi Daudin dhe Sulejmanin me këto cilësi. Për këtë arsye, le të jenë ata shembull për të gjithë ata që duan xhenetin dhe le të ndjekin rrugën e tyre ata që duan të kënaqin Allahun, i cili thotë: këta ishin ata të cilët Allahu i udhëzoi në rrugë të drejtë, prandaj me udhëzimin e tyre u udhëhiqu. Enom 90. 4.
Në këto ajete mësojmë për mirësitë e mëdha që Allahu i dhuroi Daudit. Ai i dhuroi atij një zë jashtëzakonisht e bukur, aq sa malet e ngurtë dhe zogjit këndonin dhe i bënin tasbih Zotit së bashku me Daudin në mëngjes e në mbrëmje. 5. Ndër mirësitë më të mëdha të Allahut për robën e tij është që t'i dhurojë dituri të dobishme, t'i mësoj që të gjykojë me drejtësi dhe t'i jap të drejtën çdo kujt. Kështu e dalloi Allahu i madhruar Daudin asë. 6. Në këto ajete del në pa kujdesi i madh i Allahut e lartësuar për profetin e tij dhe për adhuruesit e sinqertë. Ai i sprovon ata për shkak të ndonjë gabimi të tyre, por pastaj u largon sprovën që ata të kthehen me të plot, të përmirësuar dhe me të kompletuar se sa më parë. Kështu ndodhi me Daudin dhe Sulejmanin. Allahu kujdeset për të dashurit e tij duke i mjekuar dhe pastruar nga çdo mangësi dhe gabim. 7. Profetët kanë qenë të ruajtur nga gabimet që kanë lidhje me kuptimin e saktë të shpalljes së Zotit, sepse në të kundërt qëllimi i shpalljes nuk do të realizohej. Por ata edhe mund të bënin ndonjë gabim, ashtu siç është natyra njerëzore, por Allahu shumë shpejt i përmirësonte ata dhe nga këto gabime dilnin shumë dobi dhe mësime me mëshirën e Allahut. 8. Daudi asë qëndronte gjatë në mihrabin e tij për t'i u përkushtuar Zotit, prandaj ata dy njerëzit që kërkuan gjykimin e tij u hodhën nga muri fshetas, sepse vetëm në atë moment mund të gjeje Daudin pa njerëz rreth e rrotull. Në vendin e adhurimit atë nuk e shqetësonte kush. Ai nuk ua kishte kushtuar të gjithë kohën e tij njerëzve, edhe pse duke i nevojshme, pasi çështjet që i vinin për gjykim ishin të shumta. Në gjithë këto aktivitete, ai kishte veçuar kohë për Zotin e tij, për t'u veçuar me të për të gjetur kënaqësinë e prehjen, duke adhuruar dhe thuar lavde për të. Ky ushqim shpirtëror ishte i domosdoshëm për të, sepse mbushte me sinqeritet dhe forcë për të gjitha punët e tjera. 9. Ruajtja e edukatës dhe etikës me gjykatësit është detyrë dhe normë domosdoshme që duhet përmbushur. Kur dy njerëzit hynë tek vendfalja e Daudit në mënyrë jo normale, kjo shqetësoi atë, sepse ishte sjellje e papëlqyeshme, madje e çartueshme. 10. Gjykatësi nuk duhet të ndikohet në gjykimin e tij nga sjellja e keqe e njerëzve me të. Ai duhet të gjykojë me drejtësi dhe objektivitet, i pandikuar nga sjellja jo e hijshme e njerëzve. 11. Në këto ajete del në pa mirësia dhe dëmshëria e Daudit, falja dhe toleranca e tij e madhe. Ai nuk u zemërua me dy burrat që hyn pa leje dhe pa edukat në vendfaljen e tij. Ai ishte mbreti i tyre, por as i çortoi dhe as rëndoi ata me fjalë. 12. Lejohet që dikush që i është bërë padrejtësi t'i thotë kundërshtarit të tij me ke bërë padrejtësi, sepse të dyja palët e ngjarjes i thanë Daudit, ne jemi dy palë kundërshtare. Njëri nga ne i ka bërë padrejtësi tjetrit. 13. Besimtari, edhe nëse ka dituri të mëdha, gratë e larta dhe është i respektuar ndër njerëz, përsëri, nëse dikush e këshillon dhe i tërheq vërejtjen, nuk duhet të zemërohet apo të revoltohet, por duhet që menjëherë të pranojë këshillën dhe të shprehë mirënjohjen atij që ia jep këshillën. Kur dy burrat e këshilluan Daudin, ai nuk u zemërua nga këshilla e tyre, dhe kjo nuk e devijoi nga e vërteta, madje gjykoi me drejtësi. 14. Nga ajetet kuptohet se përzierja e shpesh me miq dhe marrëdhëniet e shumta financiare me ta mund të shkaktojnë armiqësi dhe grindje. Nga të tilla sprova të shpëton vetë se devotshmëria ndaj Zotit, durimi, kujdesi, imani i sinqert dhe veprat e mira. Sigurisht, njerëz të tillë janë shumë të rrallë. 15. Kërkimi i faljes, adhurimet e shumta në mënyrë të veçantë namazi me përkushtim janë disa nga veprat që bëhen shkak për falje gjinahesh. Po ta vëresh me kujdes, Allahu i madhëruar e lidh ngushtë faljen e gjinave të Daudit me kërkimin e faljes dhe me rënien në sejdë duke falur namaz. Ai thotë dhe Daudi e kuptoi se ne e vumë në provat. Prandaj i kërkoi falje Zotit e vet, u përkullura në sejdë dhe u kthye tek Allahu i penduar. 16. Në këto ajete del qartë nderimi i madh i Allahut për dy robërit e tij adhurues dhe profetë, Daudin dhe Sulejmanin asë. Ai na tregon se ishin nga më të afërmit tek ai dhe se do t'i shpërblejnë me mirësi të shumta. Askush të mos mendoj se ato sprova apo gabimet që u ndodhen e ulin figurën dhe gradën e tyre tek Allahu i lartësuar. Përkundrazi, ato tregojnë se butësia dhe përkujdesi i tij ndaj atyre ishte shumë i madh. Kështu kujdeset Allahu për robërit e tij të sinqertë. Edhe kur ata gabojnë, ai u afal gjinohet, u mbulon të metat dhe i bën të kthehen edhe më të mirë dhe të pastër se përpara. Me faljen e tij largohet çdo gjurmë e keqe që lën pas gjinohet. Allahu është i plot fuqishëm që të largojë nga zemra e njerëzve çfarë do gjurmë pa kënaqësi kur dëgjohet për ndonjë gabim të atyre të zgjedhurve. Zakonisht, kur dëgjon për dikë se ka gabuar, në sytë tu bie vlerësimi dhe respekti për të, por jo për këta të zgjedhur e të dalluar, sepse nga falja dhe dashuria e madhe e Zotit për ata largohet nga zemrat e njerëzve edhe thërmia më e vogël e këtyre ndjenjave. Kështu, ata janë gjithmonë të dashur dhe të respektuar në zemrat e besimtarëve, dhe kjo për Allahun është e lehtë, sepse ai është bujari i falësi i madh. 17.
Roli i gjykatësit është një gradë dhe detyrë fetare, që e kanë patur profetët e Zotit dhe dietarët pas tyre. Detyra e çdo njeriu që merr këtë detyrë është që të gjykojnë me drejtësi dhe të largohet epsheve dhe interesave të padrejta. Por, sigurisht që gjykimi me drejtësi kërkon që gjykatësi të njohë mirë çështjet dhe njohuritë fetare fillimisht. Ai duhet të ketë informacion dhe një pasqyrë të plotë të çështjes, duke e lidhur me ligjet e shariatit. Ai që është i paditur në këto drejtime nuk bën si gjykatës dhe nuk i lejohet që të marrë këtë lloj detyre. 18. Gjykatësi duhet të jetë i kujdesshëm dhe të ruhet nga emocionet dhe ndjekja e dëshirave dhe interesave të njashme. Ai duhet të luftojë me egon që synimi vetëm të jetë e vërteta dhe e drejta. Gjatë ushtrimit të gjykimit, ai duhet të shmanojë çdo ndjenjë dashurie ose urrëtie për palët që gjykon. 19. Edhe Sulejmani ishte një vlerësim dhe shpërblim për Daudin asë që Allahu i adhuroi. Ndër mirësitë më të mëdha të Allahut të lartësuar është që ai të dhurojë një fëmijë të mirë dhe besimtar. Kjo është dritë mbi dritë. 20. Lavdërimi i madh për Sulejmanin, kur Allahu thotë: "Ne i dhuruam Davudit një djalë, Sulejmanin, rob shumë i mirë dhe i kthyer te Zoti." 21. Mirësitë e Allahut për adhuruesit e tij të sinqertë janë të shumta. Ai i bekon dhe kujdeset që ata gjithmonë të bëjnë punë të mira. Ai e edukon dhe ndihmon të arrijnë gradat më të larta të moralit. Pastaj i lëvdon ata për këto cilësi të mira dhe u lë emër të mirë ndër njerëz. Allahu është bamirësi i madh dhe dhuruesi çdo mirësie. 22. Dashuria e Sulejmanit për Allahun qëndronte mbi çdo dashuri tjetër. 23. Çdo lloj dashurie që e pengon robën nga dashuria dhe adhurimi i Allahut është e qortuar dhe e keqe. Për këtë arsye, njeriu duhet të dojë dhe të përkushtohet vetë atyre gjërave që i sillin dobi. 24. Në këto ajete gjejmë një argument të fortë vërtetues të rregullit të mrekullueshëm që thotë: çdo kush që e lë diçka për hir të Allahut, Allahu ka për t'i zëvendësuar me diçka edhe më të mirë se ajo që lë. Kështu, kur Sulejmani hoqi dorë nga kuajt e mësuar dhe të shpejt, Allahu ia zëvendësoi me diçka më të shpejtë dhe të mirë se ata. Ai i nështroi erën, që mund të çonte e transportonte atë dhe ushtritë e tij në çdo vend ku ai dëshironte. Ajo ishte aq e shpejtë, saqë udhëtimin në një muaj e bënte për një pasdite. Allahu i nështroi atij edhe shumë shejtan të fuqishëm, të cilët i kryenin punë të tilla që askush prej njerëzve apo kafshëve nuk mund t'i kryente. 25. Nështrimi i gjindëve ishte i veçantë për Sulejmanin asë. Askush tjetër nuk e ka pasur këtë pushtet. 26. Sulejmani asë ishte mbret e profet. Atij e ishte dhënë liri që të vepronte si të dëshironte. Pavarësisht nga kjo, ai ishte njeri i drejtë. Profetët që nuk kanë qenë mbretëre sundimtar i kanë patur të gjitha dëshirat dhe prirjet e tyre të nështruara sipas udhëresave të Allahut. Sa herë që vepronin ose nuk vepronin, e bënin veç se me urdhën nga Allahu. I tillë ishte profeti i Muhamedi së dhe, padyshim, që grata e Muhamedit ishte më e lartë se të gjithë të tjerët. Kujtoje robin tonë Jubin, kur i lut Zotit e vet, me të vërtetë, me preku gjallin me mundim dhe vuajtje. Kujtoje edhe robin tonë Jubin. Ja, ai u drejtua Zotit e vet me lutje dhe tha: "Shejtani më ka goditur me mundim e vuajtje." Piçuditse kujton në këtë libër të fashun dhe plot mesime të vyra dhe Jubin, kur i drejtua Zotit e vet me lutje. Kujtoi atë me fjalët më të mira dhe lëvdatat më të bukura. Tregoi përdorimin e tij të pashembullt, kur atë zum fatkeqësitë dhe sëmundjet. Ai asnjëherë nuk i ankua kujt veç Allahut, të cilit i drejtua me lutje e përgjërime. Me edukat dhe moral të lartë, i tha Allahut: "Shejtani më ka goditur me mundim e vuajtje. Ai më ka rënduar me një sëmundje të dhimbshme dhe raskapitëse. Ai i mallkuar i kishte fryrë dhe ai ishte mbushur me plagë, të cilat ishin rënduar shumë. Madje, në të njëjtën mënyrë të dhimbshme, kishin ndekur e gjithë familja e tij dhe ishte zhdukur e gjithë pasuria e tij, që më parë ishte e madhe. Atëherë, kur Allahu deshi që ta shëronte, i tha: "Atij i tha, bjeri me këmbën tënde tokës." Ja, ky është një burim i ujit të ftohtë për larje dhe pirje. Bjeri tokës me këmbën tënde. Ky është uji i ftohtë për t'u larë dhe për të pirë. Me të goditur tokën, do të dalë prej saj një burim uji, nga i cili do të lahesh dhe do të pish. Kështu do të largohet prej teje çdo sëmundje e plagë. Kështu veproi Jubi dhe Allahu e shëroi atë. Dhe ne ja kemi dhuruar atij familjen dhe po aq një numër tjetër anëtarësh të familjes, me shir prej nesh dhe këshillim për njerëzit e mençur. Ne i rikthyem familjen e tij, duke i ashtuar dy fish, si mëshirë nga ne dhe si mesim për të gjithë ata që kuptojnë. Jo vetëm kaq, por i ktheu edhe familjen e tij. Thuhet se Allahu e ringjalli familjen e tij, duke i ashtuar dy fish dhe i dhuroi pasuri të madhe. E gjitha kjo ishte nga mëshira e Zotit për Ejubin. Ai ishte durimtar dhe i kënaqur me Zotin, prandaj ai dhuroi shpërblime të shumta që në jetën e kësaj bote dhe i premtoi shpërblimin e mrekullueshëm në ahiret.
Allahu i lartësuar e bëri këtë histori si mesim për të gjithë ata që kuptojnë, që të mençurit të kujtojnë vazhdimisht gjendjen e Ejubit AS me durimin dhe moralin e tij të lartë me Zotin dhe ta marrin atë si shembull. Le të mësojnë dhe të jenë të bindur se çdo kush që bën durim gjatë vështirësive e sprovave, duke qenë i kënaqur me caktimin e Allahut, Allahu ka për ta shpërblyer shumë fishën e këtë dynja dhe përjetësh në ajër. Gjithashtu, ai ka për t'ju përgjigjur lutjeve të tij. Dhe merr me dorën tënde një tubë të prashërrej me to dhe mos e shkel betimin tënd. Ne e kemi ditur atë të durueshëm, ai është rob i mrekullueshëm. Ai, me të vërtetë, i është drejtuar shumë Zotit. Dhe merre me dorën tënde një tufë të prash dhe bjeri lehtë me to. Gruas tënde dhe mos e thyej betimin tënd. Merr një grumbull të prash dhe godite me to atë gruan, që të mos e thysh betimin. Mufesirët tregojnë dhe thonë se gjatë kohës së sëmundjes, Ejubi u zemërua me të shoqën për diçka dhe u betua se, kur ta shëronte Allahu, do të godiste me 100 kamzhik. Kur Allahu e shëroi, ai duhej që të përmbushte këtë betim. Por gruaja e tij ishte bamirëse dhe besimtare e mirë, prandaj Allahu e mëshiroi atë dhe i dha këtë zgjidhje të thjeshtë, që edhe betimi të mos prishej, por edhe gruaja të mos dëmtohej. Ai e mësoi që të merrte një tufë me 100 thupra të holla dhe ta godiste vetëm një herë, duke e përmbushur kështu betimin e tij. Vërtet, ne gjetëm atë durimtar. Edhe kur kaloi këtë sprovë të madhe, ai bëri durim të madh për hir të Allahut. Për këtë arsye, Allahu thot për atë, sa rob i mirë ishte ai. Ai i plotësoi gradat e adhurimit dhe tregoi se donte Allahun dhe ishte i kënaqur me të qoftë kur ishte në mirësi, qoftë në fatkeqësi, qoftë kur ishte i shëndetshëm, me fuqi e pasurit të madhe, qoftë kur ishte i varfër dhe i dobët. Ai ishte i kthyer me përunësi të Zotit. Ejubi kthehej shumë tek Zoti i tij, qoftë për çështjet e dynjas, qoftë në çështjet fetare. Ai e përmendte shumë Allahun me lutje dhe i tregoi se donte shumë atë me durimin, sjelljen dhe adhurimet e shumta që bënte. Dhe kujtoi robërit ton, Ibrahimin, Ishakun dhe Jakubin, të fortë në besim dhe larg pamës. Kujto robërit tan, Ibrahimin, Ishakun dhe Jakubin. Ata ishin të fortë dhe të ditur. Kujto me lëndata adhuruesit e sinqertë të përkushtuar ndaj nesh, Ibrahimin, të dashurin e Allahut, Ishakun birin e Ibrahimit dhe Jakubin, nipin e tij. Këta Allahu i quajti uli Edin, të zeshëm me plot gjallërinë e adhurimet që bënin. Ata ishin edhe të ditur e të urtë në fenë e Allahut. Ne, atyre ju dhuruam një virtyt të veçantë, që ta kenë gjithmonë në mend botën e ardhshme. Ne i daluam ata me një virtyt të veçantë, të kujtonin gjithmonë botën tjetër. Ne i daluam dhe pajisëm ata me një cilësi jashtëzakonisht e rëndësishme, të kujtonin gjithmonë botën tjetër. Ne i bëm që të kenë gjithmonë të gjallë besimin në jetën tjetër. Kjo do t'i shtynte çekuar me të çmuar dhe energjitë me të mira t'i kalonin vesën në punë të mira, që do të ngrinin gradën e tyre tek Zoti dhe do të sillnin shpëtim e shpërblim të madh në jetën tjetër. Mbikëqyrja e Zotit i shoqëronte vazhdimisht. Ai i bëri ata më të përmendurit dhe më të lavdëruarit ndër njerëz. Çdo kush do të ndriçohet me historinë e tyre, duke nxjerrë mësime të shumta. Ata do të kujtohen ndër njerëz me lëvdatat më të larta. E si të ndodhë ndryshe, kur ata? Një mend, ata janë tek në njerëz të mirë e të zgjedhur. Nuk ka dyshim se ata ishin për ne të zgjedhurit më të mirë. Allahu i zgjodhi dhe veçoi ata mes krijesave më të mira. Ata kishin cilësitë më të larta dhe veprat më të mira më të dobishme. Dhe kujtoje Ismailin, Elisain dhe Dhulfiflin. Të gjithë ata kanë qenë të mirë. Kujtoi Ismailin, Elisain dhe Dhulfiflin, që të gjithë ishin prej të zgjedhurve. Kujtoi këta profet me lëvdatat më të larta, sepse të gjithë ata ishin nga më të zgjedhurit që Allahu i dalloi. Për këtë arsye, ai i bëri me cilësitë më të larta në diturinë, veprat dhe moralin e tyre. Ky është një kujtim i mirë dhe, me të vërtetë, për njerëzit që ruhet nga mëkatet, ta kthejnë të mirë në botën tjetër. Ky është mesazh paralajmërimi. Sjellja e historive të këtyre profetëve në Kurani është një mesim i vyer për të gjithë ata që duan të përfitojnë nga Kurani plot mesime e dobi. Të mençurit përfitojnë duke kujtuar dhe studiuar këta të përzgjedhur dhe marrin mesime të vyra nga cilësitë dhe sjellja e tyre. Ata mund të shohin mirësitë e shumta me të cilat Zoti i begatoi ata. Ai bëri që ata të jenë gjithmonë të lavdëruar e të nderuar ndër breza. Të gjitha këto janë prej cilësisë së Kuranit si dhikr, domethënë kujtim dhe mësim për gjërat të dobishme dhe të vyra. Përmendja e historive dhe cilësive të mirëve është nga mënyrat më të dobishme të nxënjes a mësimeve të Zotit, që janë të pafundme. Lumaj që përfiton nga këto mirësi dhe mësime, dhe është e sigurt se të devotshmit kanë një përfundim të mirë gjithë ata që plotësojnë devotshmërinë ndaj Zotit, duke plotësuar urdhrat dhe duke lënë ndalesat, por apo graçofshin, kanë këtë premtim të mrekullueshëm nga Zoti i tyre. Ai na siguron se devotshmit kanë një përfundim të mirë. Ata do të kenë një përfundim të mirë dhe një pritje të bukur tek Zoti.
Në kopshtjet e Adnit, dyert e cilit janë të hapura për ta. Xhenetet e Adnit me dyert e hapura për ata. Ato janë kopshtet e qëndrimit të përjetshëm, nga të cilat askush nuk kërkon të largohet apo që t'i zëvendësohen me diçka tjetër, sepse ato janë të përkryera në çdo mirësi brenda tyre. Bukuritë e tyre janë të plota dhe ata kur nuk kanë për të dalë prej andej. Ato janë me dyert e hapura për ata. Portat e kështjellave dhe dhomave të tyre nuk janë të mbyllura, që ata të kenë nevojë që t'i hapin. Atyre do t'u shërbehet me shumë kujdes. Kjo tregon, gjithashtu, se ata do të jenë në qetësi të plotë, të patrazuar nga asnjë lloj frike dhe shqetësimi. Në xhenetet e Adnit nuk është e nevojshme që ata t'i mbyllen dyert. Çdo gjë është e qetë dhe përket atyre. Askush nuk i shqetëson apo prish kënaqësitë e banorëve të xhenetit, në të cilat rinë të mbështetur në divane, kanape e kënaqen e pemë dhe pije të lloj-llojshme. Aty do të jenë të mbështetur në koltuk dhe do të kërkojnë fruta e pije të ndryshme. Do të ulen dhe mbështeten në shtretër e koltuk të zbukuruar në vendet e hijshme. Ndërkohë, ata do të kërkojnë fruta e pije të ndryshme. Ata do të urojnë shërbetorët, që janë djemë të rinj, që të sjellin atyre fruta dhe pije të këndshme nga të gjitha llojet që ua do shpirti. Kjo tregon për mirësitë e shumta, rehatinë e madhe dhe kënaqësitë që ata përjetojnë. Pranë tyre do të ketë hyrje moshatare, që nuk shikojnë anash. Ata do të kenë pranë vetes hyrisë për lura të një moshe. Pranë tyre qëndrojnë hishëm hyrisë bukura, të cilat janë të marnitura pas burrave të tyre dhe burrat e tyre janë të marnitur pas hyrive, aq sa nuk mund ta largojnë shikimin nga njëri tjetri. Ata janë të dashuruar me njëri tjetrin dhe nuk shikojnë diçka tjetër që mund t'u heqë vëmendjen nga ata. Allahu i përshkruan ato si e trap, pra, janë të një moshe, në moshën me të përkryer, plot ash dhe dëshirë për kënaqësi. Kjo ju është premtuar për ditën e llogarisë. Këto janë ato mirësit që ju premtohen për ditën e llogarisë. Këto ju premtohen për ditën e gjykimit, o ju të devotshëm. Kjo do t'ju jepet për punët tuaja të mrekullueshme, të nxitura nga imani i pastër dhe i sinqert. Ky është nimet, furnizimi ynë që nuk ka të sosur. Ky është rizku ynë, ai nuk ka të mbaruar. Këto mirësi që u japin banorëve të xhenetit janë dhuratë nga ana jon. Për mirësitë që Allahu dhuron, thotë që ato nuk mbarojnë kurrë. Ato janë të përjetshme dhe të pandërprera, madje në rritje të vazhdueshme në çdo kohë. Kjo nuk është ndonjë gjë e madhe për Zotin bujar, të dashur dhe mëshirëplot, bamirës dhe të gjerë në dhuratat e tij. Ai është i pasuri, i ladruari, i gjithëvëshirshmi, që kujdeset edhe për detajet me të vogla me mëshirën e tij. Ai është mbreti, sunduesi, që gjykon me drejtsinë e tij. Ai është i madhërishtmi dhe i bukurin në çdo cilësitë e tij. Bujaria e tij është e pashtërshme. Mirësitë e dhuratat e tij nuk mund të numërohen. Njeriu nuk ka mundësi të konceptojë qoftë edhe një pjesë të vogël të bamirësisë së Zotit. Kjo është kështu për besimtarët. Për njerëzit e tërbuar në të keqe, me të vërtetë, ka kthim të keq në botën tjetër. Ja, kështu do të jetë. Ky është shpërblimi për të devotshmit, siç ju a përshkruam. Por keqbërësit, që kaluan çdo kufit do të kenë fundin më të keq. Për ata që i kanë kaluar kufit me mohimin e Zotit dhe poshtësitë, është përgatitur një kthim i tmerrshëm dhe i dëmshëm. Feri, në të cilin ata do të digjen. Sa shtrat i shëmtuar që është ai. Xhenemin ku do të hidhen? Për dënim. Në xhenem janë grumbulluar të gjitha ndëshkimet. Nxehtësia e tij është e pashëmbullt. Ata do të ndëshkohen atje me një dënim përvilues që do t'i përfshijë nga çdo anë, por ata është përgatitur xhenemi, si shtrat nga poshtë dhe si mbulesë nga lart. El-Araf 41. Ata do të kenë shtresa zjarri nga sipër dhe nga poshtë. Me këtë i frikson Allahu robërit e vet, o robërit e mi, keni frikë e dënimin. Zumer 16. Ai është vendi më i shëmtuar. Sa vendi i keq është ai. Ai është vendi më i tmerrshëm, ku janë mbledhur të gjitha llojet e dënimit, poshtërimit e dëshpërimit. Kjo është kështu për mohuesit. Le ta shijojnë ata këtë ujë të veluar dhe të qelbët. Ja, kështu do të jetë. Pastaj, ata do të shijojnë ujë të valë dhe të ndyrë. Shijojeni ndëshkimin me ujin përvelues. Sa herë që ta pini, do t'ju këputën zorët e barkut. Pini kasakun, pra pijet me të keqia që mund të ekzistojnë. Ajo është një përzierje prej qelbi dhe gjaku e lëngut të kockave të shkrija të xhenemine. Ajo është e hidhur me erë të pështirë dhe të tjera mundime të lloj-llojshme të ngjashme me to. Ata do të kenë edhe dënime të tjera të ngjashme me to. Atje do të vuajnë edhe tortura të tjera të ngjashme me këto që u përmendëm. Atyre u thuhet, ky është grumbullimi i dendur me ju në ferë, u thuhet, nuk ka çlim për ta. Ata, me të vërtetë, do të digjen e zjarr. Ky, i thuhet parisë jo besimtarëve, është një grup që do të bashkohet me ju në zjarr. Mos qofshin të mirëpritur, thot paria jo besimtarëve, ata do të digjen e zjarr.
Këto fjalë fyse dhe mallkime do të dëgjojnë nga njëri tjetri kur hyjnë në zjarr. Gjatë fuqes në zjarr, ata shajnë dhe mallkojnë njëri tjetrin, duke thënë, mos qofshin të mirë pritur, thot paria e jo besimtarëve, ata do të digjen në zjarr. Ndërsa grupi tjetër ju përgjigjet dhe thot, populli i thjeshtë ju përgjigjet udhëheqësve të vet, jo, por ju mos pat sheqiri mas qetësi, ju na keni sill në këtë gjendje, e sa strehim i keq është ky. Ata pasuesi do të thonë, ju mos qofshi të mirë pritur. Jeni ju ata që na e bët këtë. Ju naftuat në rrugën tuaj dhe u bët të sprovë për ne. Ju na sollët në këtë shkatërim. Sa vendqëndrimi keq që është. Ky është vendqëndrimi i të gjithë neve. Ky është me keq i vendqëndrim. Pastaj ata luten dhe mallkojnë krerët e tyre që ju hoqën dhe ftuan në humbje. Njerëzit e thjesht thanë, o Zoti ynë, kush na përgatiti këtë neve, dëfishoju atyre dënimin e ferë. O Zoti ynë, do të thonë pasuesit atyre që na e bën këtë, shtoja dyfish dënimin e zjarr. Në një ajet tjetër thuhet, melekët do t'u thonë, hyni në zjarr, mes popujve që shkuan para jush, gjinde dhe njerëz. Sa herë që një popull hyn ati, mallkon atë të mëpashmin. Dhe kur të gjithë të tubohen e të, grupi i fundit thot për grupin e parë, Zoti ynë, janë këta që na quani në humbje, prandaj shumë fishoja atyre dënimi me zjarr. Ai do të thotë, për secilin nga ju dënimi është i shumë fishuar, por ju nuk e dini. El Araf 38 pastaj, gjatë kohës kur hyn në zjarr, ata të mirë thonë. Populli me kes thanë, pse nuk po i shohin njerëzit që i konsideronin të keqi. Dhe do të thonë, çka ndodhur me ne që nuk po i shohin disa burra që ne i numëronin prej të keqive? Ata lëshim ne me ta, apo mos vallë na kanë humbur sysh? Ne mendonim se ata ishin prej atyre që meritojnë zjarrin? Allahu i shëmtoftë ata që do të dëshironin që edhe besimtarët të jenë atje në zjarr me ata, që është me ne që nuk po i shohin disa burra që ne i konsideronin prej të keqive. Ata lëshim ne me ta? Duke qenë se ata nuk janë në zjarr, atëherë janë dy mundësi, e para, ata i patën konsideruar gabimisht si të keqi dhe ta lëshin ata në jetën e kësaj bote. Në fakt, talja ishte një vepër që vazhdimisht e bënin dhe nuk heqnin dorë prej saj. Duke na treguar për banorët e zjarrit dhe taljen e tyre me besimtarët, Allahu i madhruar thot, disa prej robërve të mi thanë, o Zoti ynë, ne besojmë. Prandaj na fal dhe na mëshiro, sepse ti je më i miri i mëshiruesve. Por ju i tallët ata, sa që ajo talje ju bëri të haronit mesazhin tim. Ju qeshnit me ta. Unë do t'i shpërbej ata sot, sepse u treguan dërimtar. Ata janë vërtet fitimtarët. Muminun 109-111. Ndërsa mundësia e dytë është se ata janë në xhehenem, por ata nuk po i shohin. Ka mundësi që kështu mendojnë ata në zemrat e tyre, si rezultat i besimit të tyre të gabuar në këtë botë. Në dyne ata i gjykojnë besimtarët si të keqi dhe të devijuar, që do të dënohen në zjarr. Ky gjykim u është ngulitur në shpirt dhe nuk ndahet. Për këtë arsye, edhe kur hyjnë në xhehenem, ata vazhdojnë të jenë me ato mendime në zemër dhe thonë të tilla fjalë. Gjithashtu, ka mundësi që këto fjalë të jenë thjesht trillimet e tyre për besimtarët, ashtu siç bëjnë në këtë jetë. Allahu i lartësuar thot, a nuk janë këta njerëzit për të cilët ju betoheshit se mëshira e Allahut nuk ishte për t'i përfshirë kurrë? Kështu besojnë këta të mirë për besimtarët, por atë ditë besimtarëve do t'u thuhet, hyni në xhenet, se për ju nuk do të ketë as frikë as brenga. El Araf 49. Në vijim, Allahu i madhruar na tregon se gjithë kjo që ai na tregoi rreth banorëve të zjarrit është e vërtetë e padiskutueshme dhe ai është me i vërtetin e çdo fjalë që thot. A mos i kemi përqeshur ne atë apo na kanë humbur sysh? Utësiu sure Sad, ajet 62. Kjo është me të vërtetë grindja e banorëve të ferit. Kjo polemik mes banorëve të zjarrit është pa dyshim e vërtetë. Kjo që ju treguam rreth polemikave mes banorëve të zjarrit është e vërteta dhe askush nuk duhet të dyshojë për vë. Thuaj o Muhamedi, me të vërtetë unë jam vetëm paralajmërues e nuk ka zot përveç Allahut, të vetmit të ngallënimtarit. Thuaj, unë jam vetëm paralajmërues. Nëse ata të kërkojnë ty, o i dërguar, diçka që nuk është në dorën tënde, thuaju, unë jam vetëm një paralajmërues. Kjo është gjithçka që unë kam mundësi. Çdo çështje është në dorë të Allahut. Unë jam ngarkuar veçse që t'ju kumtoj udhëresat dhe ndalesat e Zotit, t'ju tregoj për mirësinë e t'ju nxis drejt saj, t'ju këshilloj për t'ju larguar të keqes dhe t'ju mësoj mënyrat e shpëtimit prej saj. Ai që e gjen rrugën dhe dritën e udhëzimit të plotë, le ta di se e ka për të mirën e vet. Kush largohet dhe e shpërfill udhëzimin, le ta di se ka dëmtuar vetë vetën. Për këtë arsye, mësojeni të vërtetën e sigurt se nuk ka asnjë zot tjetër që meriton adhurimin përveç Allahut, që është një vetëm ngallëmtar. Mbi gjithçka, askush tjetër nuk meriton të adhurohet me merite veç Allahut. Ai është një vetëm ngallëmtar. Ky përshkrim mjafton për ta besuar se ai është i vetmi që meriton adhurimin si një dhe i pashoq.
Ai dhe vetëm ai meriton të adhurohet si njëi vetëm, sepse ai është një në të gjitha aspektet dhe është ai që ka nështruar dhe përulur gjithçka. Nuk mund të ketë dy me cilësinë gallënimtar nështruesi gjithçkaje. Allahu është një vetëm dhe si tillë është i vetmi që meriton të adhurosh, ti përulesh dhe ti nështruash ligjit e tij. Pasi solli këto dy cilësi për veten, Allahu sjell edhe një argument tjetër, njëshmërinë e tij në rububie, pra në pojimin e tij si vetmi krijues, furnizues dhe kujdestar i qiejve dhe tokës. Ai thotë: Zotit të qiejve e të tokës dhe të asaj që gjendet midis tyre, të plotfuqishmit, falësit. Zoti i qiejve, i tokës dhe i gjithçka mes tyre, gallënimtari, falësi i madh. Ai është i vetmi krijues, kujdestar dhe rregulluesi i çdo çështjeje që kujdeset me të gjitha mënyrat. Ai është krenari gallënimtari që e ka gjithë fuqinë në dorën e tij. Me këtë fuqi dhe pushtet, Allahu krijoi të gjitha krijesat madhështore. Allahu është falësi i madh i të gjitha gjunaheve, të vogla të mëdha qofshin, për të gjithë ata që pendohen dhe largohen nga këto gjunahe. Allahu është ai që duhet me gjithë shpirt dhe që meriton të adhurohet, e jo ata që nuk mund të krijojnë, të furnizojnë, që nuk mund të sjellin dëm apo dobi dhe që nuk kanë në dorë asnjë çështje. Ata nuk kanë në dorë as faljen e gjunaheve dhe as pranimin e pendimit. Të gjitha këto janë në dorë të Allahut. Thuaj, ky Kurani është lajm i madh. Thuaj, Kurani është një lajm i madh. Këto janë fjalë që shërbejnë si frikesim dhe paralajmërim për ta. Ato duhet të bëjnë që ata të zgjohen dhe të marrin masat që të ruhen. Allahu thot, ky Kurani është një lajm i madh që përfshin të gjitha lajmet për ringjalljen dhe tubimin para Zotit, për llogari me drejtësi dhe shpërblimin në ndëshkimin sipas punëve. Këto janë lajme shumë të mëdha dhe të rëndësishme. Ato duan përkushtim të madh dhe shumë serioz që të përgatitesh. Këto lajme kursesi nuk duhen shpërfillur apo të lihen në hares. E ju prej tij po shmangeni. Të cilët ju i ktheni shpinën. Ju i keni kthyer shpinën, a thua sikur para jush nuk ju pret llogaria dhe nuk do të jepet as shpërblim as ndëshkim. Nëse keni dyshim në fjalën time, atëherë mendoni pak rreth faktit që unë po ju flas për gjëra që nuk i trillojnë nga mendja ime dhe as i kam studiuar në ndonjë libër tjetër. Atëherë, si është e mundur që unë t'ju njoftoj për ato me saktësi, pa shtuar dhe paksuar gjë nga shpaljet e shkuara? Kjo duhet të shërbejë si argument shumë i madh për ju, që të mësoni për besnikërinë time dhe për vërtetësinë e asaj që solla nga Zoti im. Unë nuk kam pasur kurfar dije për melekë e lartë, kur ata polemizuan mes vete. Unë nuk kam pasur asnjë dije për elitën e lartë, me lajket kur ata polemizonin. Rreth Ademit, unë nuk do të dija gjë rreth melekëve dhe asaj që flasin ata, sikur të mos më mësonte Allahu dhe të mos më kishte ardhur shpalje. Mua vetëm më është shpallur se jam paralajmërues i qartë. Mua më është shpallur se jam vetë një paralajmërues i qartë. Unë ju kumtoj vetë se atë që më shpallën nga Zoti dhe mua më është shpallur se jam vetë një paralajmërues i qartë, që ju tregon gjithçka nga e cila duhet të ruani dhe si duhet të ruani. Nuk ka paralajmërues më të qartë se Muhamedi asë. Në vijim, Allahu i lartësuar na tregon për polemikën e melekëve. Kujtoju atyre kur Zoti ytu ka thënë melekëve, me të vërtetë, unë do të krijoj njeriu prej balte. Kujto kur Zoti ytu tha melekëve, unë po krijoj një njeri nga balta. Allahu i njoftoi ata, unë po krijoj një njeri nga balta. Kjo ishte lënda e krijimit të Ademit asë. E kur unë ta plotësoj atë të jap frym prej shpirtit tim kur t'i jap jetë, bëni si gjati. Kur ti kem dhe në formë dhe ti kem fryrë shpirt prej meje, përuluni atij në sejdë. Pasi ta kem formuar trupin e tij, atëherë ju do t'i përuleni atij në sejdë. Pas këtij urdhëri, melekët u përgatitën që ta përmbushin atë në mënyrën më të plotë, siç ju kërkua, duke ndëruar figurën e Ademit asë. Allahu i lartësuar e plotësoi krijimin e Ademit me trup dhe me shpirt dhe i uri në provë melekët dhe Ademin në lidhje me diturinë. Pasi doli në pot dituria e Ademit asë, atëherë Allahu i urdhëroi ata për të rënë në sejdë. E të gjithë melekët e ngjit së bashku bën sejdë. Kështu, të gjithë melekët së bashku përuren në sejdë, të gjithë melekët e Zotit ranë në sejdë pa përjashtim. Përveç Iblisit, ai u bë mendjema dhe ishte mohues. Përveç Iblisit, ai refuzoi, tregoi mendjemallsi dhe u bë prej atyre që mohojnë besimin. Iblisi nuk pranoi të binte në sejdë, duke treguar mendjemallsi e krye lartë si para Allahut dhe duke shprehur nënçmim për Ademin asë. Allahu thot, ai refuzoi, tregoi mendjemallsi dhe u bë prej atyre që mohojnë besimin. Pra, në diturinë e Zotit, ai ishte mohuesi së vërtetës dhe i Zotit. Me pas, Allahu i lartësuar tha, duke kërcënuar Iblisin, që nuk i binte urdhrit e tij. Zoti tha, o Iblis, ç'të pengoj ty, që të mos bësh sejdë para atij që e kam krijuar unë në duart e mia pa ndihmën e askujt. A mos je mendjemallsuar apo mendon se je nga të lartit? O Iblis,
Çfarë të pengoi ty që të mos i përulesh atij që unë e krijova me dy duart e mia? A je mendje madh apo je nga ata që ngren krye? Ademin e dallova dhe e veçova unë nga të gjitha krijesat me këto cilësi, prandaj mos tregoni kryelartë si e mos pingje astën e çmoni Ademin. Atëherë, pse e kundërshton urdhrin? Prej mendimallësisë apo sepse e sheh veten më të mirë? Atëherë, Iblisi duke treguar mosbindjen ndaj Allahut, tha. Iblisi tha, unë jam më i mirë se ai. Mua më ke krijuar prej zjarrit, kurse atë prej baltës. Iblisi tha, unë jam më i mirë se ai. Mua më ke krijuar nga zjarri, kurse atë e krijove nga balta. Sipas pretendimit të tij, zjarri është më i mirë se sa balta e toka. Por ky ishte një arsye tim i gabuar. Në fakt, zjarri është bazë për sherr dhe shkatërim. Ai është lehtësisht i kontrollueshëm dhe i paqëndrueshëm, ndërsa dhe është një lëndë e fortë, e qëndrueshme, e pjekur dhe e thjeshtë. Prej tij mbin e rriten shumë pemë me bim dhe ai mund të shuajë zjarrin dhe ta mposhta. Nga ana tjetër, zjarri është një diçka që ka nevojë për diçka tjetër që të ekzistojë e qëndrojë ndesur, ndërsa dheu qëndron vetë nuk ka nevojë për gjë tjetër. Mendo pak me kujdes në arsyetimin e Iblisit, i cili konsiderohej se ishte më i dituri dhe më i madhi në mesin e gjindeve. Atëherë, si mendon se arsyetojnë ata që janë nga lloji i tij dhe poshtë tij? Ata do të refuzojnë dhe luftojnë të vërtetën me analogjitë dhe arsyetimet e tyre, por që të gjitha do të jenë si arsyetimi i kotit të parit të tyre, madje edhe me të dobët. Perëndia tha, dil atëherë prej xhenetit. Me të vërtetë, ti je i dëbuar. Allahu tha, atëherë dil prej këtij, prej xhenetit. Atëherë, Zoti tha, dil nga qielli dhe ai vendi nderuar, ku Zoti e kish lejuar në fillim të arrinte sepse ti je i majkuar. Ti do të jesh i dëbuar dhe i nënçmuar. Me të vërtetë mallkimi im është mbi ty deri në ditën e gjykimit. Dhe mallkimi im ka për të ndjekur deri në ditën e gjykimit. Mbi të do të rëndoj mallkimi e largimi nga mëshira ime deri në ditën e gjykimit, pra, për jetë. Iblisi tha, o Zoti im, më jep afat deri në ditën kur do të ringjallën ata. Ai Iblisi tha, o Zoti im, më jep afat deri në ditën kur të vdekurit do të ringjallëm. Ai e kërkoi këtë afatin, sepse ishte i mbushur me armiqësi e urrëtitje të madhe për Ademin dhe pasardhësit e tij. Ai dëshironte që t'i largojë edhe ata nga mëshira dhe rruga e Zotit. Atëherë, Allahu i madhruar, duke ju përgjigjur kërkesës së tij, tha: Zoti tha, me të vërtetë, do të jep të dy afat. Allahu tha, ti je prej të afatizuarve, kështu vendosi Zoti me urtësinë e tij, që ti ja jepte këtë afat dhe ky që caktimi i tij, deri në ditën e caktuar. Deri në ditën e kohës e caktuar, deri në atë kohë, pasi të kenë dalë në jetë të gjithë pasardhësit e Ademit dhe sprova e Zotit të jetë përmbushur për njerëzit dhe gjindet. Pasi mesoi që atij i u dha afat, Iblisi i malkuar, nga që ishte i mbushur me ligësi dhe nga armiqësia dhe urrëtia e madhe për Ademin dhe pasardhësit e tij, duke u nxituar dhe pavënuar, tha. Iblisi tha, pasha madhërinë tënde, unë do t'i mashtroj ata të gjithë. Ai Iblisi tha, betohem në fuqinë tënde se kam për t'i humbur që të gjithë prej rrugës së drejtë, përveç atyre robërve të tu që janë të sinqertë. Iblisi u betua në krenarinë në fuqinë e Zotit, se do t'i devijante që të gjithë pasardhësit e Ademit. Pastaj tha, përveç atyre robërve të tu që janë të sinqertë. Pra, e dinte mirë i mallkuari se është vetë Allahu ai që i ruan ata nga kufet dhe ligësia e tij. Iblisi u betua në krenarinë e Allahut se do ta bënte diçka të tillë. Por ka mundësi që ai të ketë thënë mbi Izetil, la, betohem në fuqinë e Allahut për t'i arritur qëllimit të tij, edhe pse është armik dhe refuzoi t'i nështrojë Allahut. Pra, duke ditur se ishte i dobët nga çdo aspekt dhe se nuk mund të devijonte asnjë pa lejen dhe vullnetin e Allahut, vendosi që të gjente ndihmë mbështetje në fuqinë e Allahut për këtë qëllim. Kurse ne, o Zoti ynë, jemi kaq të pafuqishëm, të varfër, të dobët dhe shumë të mangët në punët tona dhe adhurimet për ty. Ne jemi të vetëdijshëm dhe i pohojmë me përunjësi të gjitha mirësitë që na i ke dhuruar dhe të jemi mirënjohës që jemi nga pasardhësit e atij Ademit që nderove dhe dallove me mirësi. Ne po të lutemi dhe mbështetemi në krenarinë dhe fuqinë e madhështinë tënde. Ne kërkojmë strehim me pushtetin dhe mëshirën tënde të gjerë, që ka përfshirë çdo krijesë. Ne të lutemi me mëshirën tënde të pakufyeshme, nëpërmjet së cilës na ke dhuruar çdo mirësi të dynjas dhe ahiretit dhe ke larguar prej nesh çdo ligësi dhe fatkeqësi. Ne të lutemi që të na mbrosh dhe të na japësh forcë në luftën kundër armiqësisë dhe urrëties së këtij armiku të përbetuar dhe të vjetër. Të lutemi të na shpëtosh nga ligësia dhe kurthet e këtij të mallkuari. Ne kemi shpresë të madhe dhe mendim të mirë për mëshirën tënde, o Zot, se do t'i përgjigjesh lutjes tonë dhe besoj me gjithë shpirt në premtimin tënd të bukur, kur the, mu lutni mua, që unë t'ju përgjigjem. Kafir 60. Ja, o Zoti im, ne po të lutemi siç na premtove.
përgjigju lutjeve tona ashtu siç na ke premtuar. Zoti ynë, na adhuro atë që na e ke premtuar nëpërmjet të dërguarve të tu dhe mos na tërpëro ditën e Kiametit. Vërteti nuk e shkel premtimin. Ali Imran 194. Përveç robërve tu të sinqertë. Utësiu sure Sad, ajet 82. Zoti tha, unë betohem me të drejtën dhe flas të vërtetën. Allahu tha, betohem me të vërtetën dhe unë them vetëm të vërtetën, vërtetësia është atributi im dhe unë them veç të vërtetën. Me të vërtetë, unë do ta mbush ferin me ty dhe me të gjithë ata që të pasojnë ty. Unë do ta mbush xhenemin me ty dhe me të gjithë ata që të vinë pas. Kur profeti ua qartësoi njerëzve me argumentet e qarta të vërtetën dhe ua tregoi rrugën e drejtë, Allahu i madhruar i tha atij: Thuaj o Muhamedi, unë prej jush nuk kërkoj kurfar shpërblimi për të Kur'anin, e as nuk jam nga ata që paraqiten të atill çfarë nuk jam. Thuaj, o Muhammed, unë nuk kërkoj prej jush për këtë. Kur'ani ndonjë shpërblim. Thuaj atyre, o profet, se për këtë ftesë në rrugën e Zotit dhe kërkimin e së vërtetës, unë nuk po ju kërkoj asnjë shpërblim dhe unë nuk jam prej atyre që bëjnë trillime. Unë kur nuk pretendoj për veten diçka që nuk është e imja dhe të flas diçka për të cilën nuk kam diturin nga Zoti. Unë ndjek veç sa atë që më shpallet nga Zoti. Ajo është rruga ime që unë e pasoj dhe i përmbahem. Ai Kurani, me të vërtetë, është këshilli për tërë botën. Ky Kurani nuk është tjetër veç një mesazh për botët. Ky libër madhështor dhe shpalja që më është dhënë është veç një mesazh për botët. Nëpërmjet tij, ata mësojnë dhe kërkojnë gjithçka që u sjell dobi, qoftë në drejtin të fesë dhe besimit të pastër, qoftë në çështjet e kësaj jete. Kjo shpalje ka për të qenë lartësim dhe nderim për ata që punojnë dhe jetojnë sipas saj. Nga ana tjetër, ajo do të jetë dëshpërim dhe nuk do t'u lërë asnjë justifikim atyre që e refuzojnë atë. Kjo sure madhështore përmban brenda saj këshilla dhe kujtime madhështore, si dhe urtësitë e shumta. Ajo sjell lajmet e mëdha, argumente, fakte e shenja, që nuk i lën me kujt asnjë justifikim për mosbesim dhe mosbindje ndaj Zotit. Të gjithë ata që mohojnë Kur'anin dhe refuzojnë të pasojnë profetin që e solli atë, nuk do të kenë asnjë justifikim dhe arsye para Zotit, nëse vazhdojnë dhe vdesin në mohimin e tyre. Në këtë sure bëhet edhe një lavdërim i atyre që janë të sinqertë me Zotin e tyre dhe tregohet shpërblimi i mrekullueshëm që i pret të bindurit dhe të devotshmit. Në fillim, Allahu betoa në këtë Kur'ani dhe e përshkroi atë si dhikër, ndërsa në fund të kësaj sureje cilëson si kujtim dhe këshill për të gjithë botët. Madje, gjatë gjithë surës e përsëriti fjalën kujto, si pësh. Kujto robin ton ose, kjo është si mëshirë dhe si kujtim, ose edhe, ky është një kujtim dhe këshill. O Zoti ynë, na mëso prej Kuranit atë që nuk e dim dhe na kujto me se harrojmë, qoftë kur harrojmë nga pakujdesia, qoftë kur harrojmë nga gjunahet tona dhe dobësimi ynë. Dhe ju, me të vërtetë, do ta dini lajmin e tij pas një kohe. Dhe ju do ta shihni shumë shpejt gjithë të vërtetën e tij. Ju do të mësoni dhe do ta shihni të realizohet kjo në ahiret. Ajo do të jetë dita kur dënimi të mbulojë ata, kur çdo ndihmë dhe lidhje mes robërve do të ndepritet dhe kur askujt nuk do t'i bëjë dobi asgjë, përveç besimit të pastër te Zoti, profeti dhe shpalljet e tij. Këtu përfundon edhe tefsiri i surës Sad me mirësinë dhe ndihmën e Allahut.